tema e mesazheve të Partisë Demokratike Bardhi. Çfarë mesazhi keni? Se deri tani shoh vetëm mesazhe dhe një vajze në Fier që të flet ty në Instagram. Nuk e di kujt i referohesh, cilës vajzë... Një kandidate të PS-s. Okej. Mendova se e kishe për kandidatet të Partisë Demokratike. Ne jemi fokusuar tërësisht, zoti Fevziu, tek kontakti me qytetarët dhe shpalosja e alternativës tonë. Cili është mesazhi që ju sillni këtë fushatë? Partia duhet të shpëtojmë Shqipërinë. Duhet të shpëtojmë Shqipërinë. Ky është mesazhi që në fakt që marrim edhe nga qytetarët. Askund ku kam shkuar nuk kam gjetur një qytetar të kënaqur, qofshin këta socialist apo demokrat. Secili prej tyre më ka thënë që kur nuk kanë qenë më keq se sa që janë sot që flasim. Dhe mesazhi kyç që ne kemi shpërndarë është që po, e keqja e ka një emër, është Edi Rama, duhet bëhemi gjithë bashkë për t'i dhënë mundësi. Bardhi, po nëse ju s'keni gjetur asnjë qytetar që të keni kënaqur, atëre ose ju takoni vetëm qytetarë të pakënaqur janë kundër qeverisë, ose i keni të fituar zgjedhjet me 99%. Ky është modeli i fushatës së Edi Ramës, pra i orkestruar. Ne, zoti Fevziu, kemi zgjedhur një model tjetër fushate, ne dalim në qytet, shkojmë në fshat, hyjmë në çdo lagje dhe takojmë njerëz të pa organizuar, qytetar, derë më derë, apo në bizneset e tyre, apo në kafenet e gjithë qarku të Fierit, dhe po të përsëris, mesazhi i pjesës dërmuese të qytetarëve të qarkut të Fierit është që nuk kanë qenë kur më keq se sa që janë sot. Dhe Shqipëria ndodhet përpara nevojës për ta shpëtuar gjithë ne bashkë. Topalli, cili është mesazhi që ju jepni emigracionit? Ju jeni sekretare për emigracionin dhe njëkohësisht mund të ketë rreth 200.000 vota, se nuk po kalkulojmë dot akoma. Ka edhe pak kohë derisa votat llogariten gjitha, po deri tani, sipas dënave që un kam, janë rreth 160.000 vota të kthyer mbrapsht dhe pritet ketë mund të shkojë rreth 200.000. Pra do ketë një firo prej 25% nga 250.000 të regjistruar. Çfarë mesazhi jepni ju diasporës? Së pari për ne është themelore si për shqiptarët që jetojnë brenda kufive të Shqipërisë dhe për ato që kanë një lidhje shumë fuqishme me velindjen e tyre dhe jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, për të mbyllur kapitullin e së keqes dhe për të hapur një kapitull të ri që duhet ta shoh në disa plane. Por plani kryesor në aspektin e identitetit shqiptar dhe të kombit shqiptar është që me 11 maj ato mund të sjedhin rotacionin për një arsye madhore që i kalon të gjitha forcat politike, interesat e forcave politike, që është ndalja e zbrazjes e dëbimit të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre, nga qytetet e tyre, nga lagjet e tyre. Kemi 1 milion shqiptar që janë dëbu gjatë 12 viteve jashtë kufive të Shqipërisë, natyrisht njeriu nuk largohet nga shtëpia, nga prindi, nga të dashurit e vet për dëshirë, por vetëm për pamundësi. Dhe unë besoj se ne do rreshtojmë të gjitha arsyet e vërteta që çon shqiptarët që të largohen. Sigurisht që përgjigjja atyre do jetë shumë e fortë dhe në fakt ju keni drejt kur thoni, deri tani janë kthyer rreth 150.000 zarfe. Unë në fakt më duket si një tsunami votash që mund të realizojmë atë që do jetë kthesa historike e 11 majit, për arsye kombëtare, të ekzistencës kombëtare. Kthesa është e vështirë sepse votat shpërndahen në 12 qarqe, ka qarqe ku vota nuk ndikojnë shumë. Çështja kombëtare nuk është vetëm e djathtëve, është e djathtëve, e të majtëve, e qendrës dhe të gjithëve. Sepse nëse ne, së bashku me diasporën, ku unë kam një besim të madh sepse është një fuqi elektorale jashtëzakonshme, është një blok i fuqishëm me një perspektivë në shikimin e së ardhmes, e lidhjes së tyre me vendlinjet dhe e lirisë dhe autonomisë që ato kanë tek vetja tyre, sepse nuk janë në presion si që është administrata shqiptare. Nëse është një emergjencë e tillë si kjo që tha zoti Bardhi dhe si kjo që thoni ju, partitë e tjera të reja që kanë dalë dhe që sipas sondazheve duket që do kenë një vend, pavarësisht se mund të jetë shumë më pak se pritshmëritë e tyre, dhe partitë tjera të djathta nuk janë bashkuar me Partinë Demokratike. Nëse do ishte një situatë e tillë emergjence, ne do kishim një koalicion të madh i cili do tentonte të rrëzonte Edi Ramën. Në 2021 ne kemi pasur një koalicion shumë më të madh se sa ky që keni ju për të rrëzuar Ramën. Kanë qenë gjithë partitë në një anë dhe LSI-ja që nuk hyrin koalicion, por që ishte në tribuna me Partinë Demokratike. Pse 4 vjet më pas, kur situata është më keq, ju keni dështuar në këtë drejtim? Unë nuk them se kemi dështuar, sepse aleanca më e madhe është aleanca me shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Dhe 1 milion shqiptar nuk ka forcë të re politike që mund të krahasojnë. Kështu që në këtë Jo, nuk i krahasoj, por çdo vot nuk duhet humbi, jo. Absolutisht. Ata duhet bashkoheshin mos votës, sepse nëse dikush merr 30.000 vota, 20.000 vota, 15.000 vota, nuk janë asgjë para 1 milionshit, po janë mjaftueshëm të heqin 1, 2 mandate apo 3 mandate. Nuk kam mungu as dëshira as vullneti për t'i ftuar, natyrisht kjo mbetet në vullnetin e tyre. Ajo që ne shikojmë në perspektivë është, dhe ja kemi dalë me thanë të vërtetën, që nuk është vetëm rrita jona, është vedia dhe lidhja fuqishme që diaspora ka me vendlindjen e vet, dhe përgjegjësia e tyre për të vendosur përmes votës që ato kanë, duke i bërë ato në fakt një faktor të rëndësishëm përmes pjesëmarrjes politike për kapitullin e ri që do hapet. 2 vendet kryesore të regjistruara janë Italia dhe Greqia. Greqia duket se është mbrapa me kthimin e zarfeve, por Italia është në vend të parë. 91.000 votues, është një shifër fantastike dhe nuk ka qenë rasti që ne jemi përqendruar shumë, pa lënë pas Gjermaninë, Londrën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Greqinë, ku gjithashtu janë rreth 68.000 vet. Dhe nga Italia kanë ardhur 162.000 zarfe. Dhe unë shfrytëzoj rastin në fakt për një falënderim të përzemërt, të sinqert të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, sepse ato kanë harxuar kohë, se pavarësisht se kontratat kanë qenë që zarfi mi shku në shtëpi, shku me marrë zarfin në shtëpi, edhe pse nuk ka ndodhur një gjë e tillë, ato gjithsesi, edhe pse janë në punë deri vonë, kanë marrë makinën, kanë bërë kilometra të tërë dhe kanë shku te qendra më afër të DHL-s për të dorëzuar zarfin në një akt patriotizmi dhe atë dhe dashurie për cilën ne duhet të përulemi. Dhe një pyetje Bardhi dhe Joele pasaj. Bardhi, praktikisht vota e emigrantëve do jetë e ndarë. Pra ne do dim saktësisht se në çfarë përqindje emigrantët kanë votuar për secilin qark edhe në total të votës tyre, 180, 190, 200.000 sa do shkojë. Në qoftë se emigrantët, vota e emigrantëve nuk do të jetë në favorin tuaj, po në favor të Partisë Socialiste. Cili do ishte komenti juaj? Spari, unë nuk flas me nëse, i bashkohem qëndrimit zonjës Topalli që thotë se emigrantët kanë një motiv edhe më shumë për të votuar Partinë Demokratike, sepse pjesa dërmuese për ty janë larguar pa dëshirë nga Shqipëria, janë larguar nga pamundësia që është krijuar gjatë këtyre 12 viteve në numër të konsiderueshëm. Emigracioni më i konsiderueshëm Greqi dhe në Itali është emigracion që kryesisht numërohet deri në vitin 1999. Kjo është e vërtet, sepse ka patur largime në fillim të viteve 90 në mas në këto dy shtete. Sidomos emigracioni në Greqi, si kundër ka pas zoti Fevziu dhe ne jemi dëshmitar. Emigracioni më vonë është kryesisht i fokusuar në Gjermani, Londër, Partisë Demokratike, një pjesë e konsiderueshme emigrante që ishin larguar në fillim viteve 90 u kthyen në Shqipëri. Dhe vetëm 1 apo 2 vite pas i erdhi në qeverisje Edi Rama, u detyruan apo ridetyruan për t'u larguar. Dhe kjo është një vërtet e madhe që e di çdo shqiptar. Dhe nuk ka patur kurrë në historinë e Shqipërisë një numër kaq të konsiderueshëm, nuk janë 1 milion, janë më shumë se sa 1 milion, të larguar gjatë 12 viteve. Dhe komente që unë gjoj çdo ditë nga qytetarët që takoj, janë që janë duke pritur 11 majin për të vendosur nëse do të vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri, apo edhe ata do të shikojnë mundësinë për t'u larguar. Prandaj, emergjenca që ka sot Shqipëria thret çdo shqiptar që jeton në diasporë për të mundësuar ndryshimin, për të votuar alternativën më të mirë, për t'i dhënë edhe vetes një shans për të rikthyer në Shqipëri dhe për të pas mundësi për një jetë më të mirë. Partia Socialiste duket më organizuar të emigracioni, ka shkuar më shpejt në regjistrime dhe emrave edhe pas informacioneve që ka të paktën, po unë e dija 4 vjet që është duke e vërteta është që ata nuk kanë patur struktura, ata ngritën një ministri për diasporën, pra shfrytzuan burimet apo resurset shtetërore për qëllime partijake, që është një shkelje flagrante e ligjit, kanë bërë të njëjtën gjë, siç është e vërteta dhe e di çdo shqiptar që punon në administratë, kanë detyruar punojësit e administratës të regjistrojnë me detyrim të afërmit e tyre në emigracion dhe rezultatin po e marrin tani. Votash për Partinë Demokratike. Ku e dini ju se janë hapur akoma votat? Më besoni mua. Jo, po kanë mesazhe të pafundme që vijnë. Votash, nëse merr tani telefonin tim, votash nga emigrantët, kryesisht nga familjarët atyre që punojnë në administratë. Se një qytetar shqiptar që jeton prej vitesh në Gjermani,
në Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo në Greqi, nuk mund ta imagjinoj dot kurrë që në vitin 2025 një vend kandidat për Bashkimin Evropian kërcënon me bukën e gojës punojës të administratës për detyruar familjarët e tyre në emigracion për të regjistruar dhe për të votuar Partinë Socialiste. Dhe e gjitha i presion që i kanë bërë administratës publike për të ushtruar ata presion tek familjarët e tyre jashtë vendit, po i kthehet në një lumë votash kundër Partisë Socialiste dhe pro Partisë Demokratike. Dhe një shtesë për pyetjen për partitë e reja. Ne ndajmë objektiva të ndryshme, zoti Felzi. Ne kemi shtrirë dorën çdo partie që është deklaruar në opozit. Qëllimi jonë është të ndalim të keqen, të largojmë të keqen dhe të japim Shqipërisë një mundësi, Jo zotit Basha për shembull. një mundësi të re. Se i cila nga partitë e vogla, cilën ne kemi ftuar me shumë zemërgjërsi dhe sinqeritet të bëjmë i bashkë sa komendojmë që Shqipëria është në rrugën e gabuar, ka patur një objektiv tjetër. Një pjesë për tyre kanë objektiv për të vazhduar, për të mbajtur në qeveri Edi Ramën, pjesa tjetër kanë si objektiv thjesht për të marrë një mandat të vetin si deputet të Kuvendit Shqipërisë. Ata mund ta merrnin mandatin si deputet duke hyrë në koalicion me ju, e kishim më kollaj. Ky nuk është objektivi as i shumicës dërmuese shqiptarëve dhe sigurisht as i Partisë Demokratike. Zoti Bardi, ky ishte diskuri i Partisë Demokratike fikse dhe para 4 vjetësh. Qëllimi jon, pra qëllimi jon ka qenë dora e shtrirë ndaj kujdo në një koalicion gjër, jemi koalicion me 26 parti, mund kishim qenë koalicion me 30 apo me 35 parti, duke dhënë secilës peshën që ka brenda koalicionit. Nuk është pranuar nga një pjesë dërmuese prej tyre, sepse përsëris kanë objektiva të ndryshëm. Një pjesë duan të çojnë votat e qytetarëve opozitar në lumë për të mbajtur në pushtet. Ata janë duke bërë opozit jo çdo njeri që zbashkohet me ju nuk është. Asnjë parti e vogël nuk nxjerr mandat në qarkun e Fierit. Po. Atëherë qëllimi është të çojnë votat në lumë për ndihmuar në qarkun e Fierit Partinë Socialiste. Kjo është e qartë. Votat që nuk të nxjerrin deputet ndahen shumica për Partinë Socialiste se del partia e parë. Ne duam të japim Shqipërisë një mundësi të re, të bëjmë ndryshimin, të sillim një qeverisje që është në shërbim të qytetarëve. Qëllimi i tyre është 1 të mbajnë Edi Ramën pushtet, 2 duke çuar votat në lumë, 2 sigurojnë nga një mandat, edhe aty do dështojnë një mandat deputeti për vete. Shumë në fakt, faleminderit. E kisha këtë pyetje në fakt për zonjën Topalli. Zonja Topalli, ju mendoni se me që u hap çështja e partive të reja, partive të vogla le të themi. Cili është opinioni juaj për partitë e vogla edhe unë do ju pyesja fiks për një kandidat e cili partitë e reja, ato që themi të vërtet kanë qenë 2012 që janë parti, po flas për partitë e reja dhe po marr Partinë Mundësia. Mirë, po marr Partinë Mundësia me pjesë e një partie që nga 2012. Bardi më lër ta mbaroj. Po flas për partinë politik 20 e ca vjet. Po flas për Partinë Mundësia. I cili vjen në Shkodër me një kandidat që është Tom Ndoja, i cili përfaqëson pjesën e elektoratit që edhe ju e përfaqësoni në fakt, që ishte persekutuar. I cili është mendimi juaj për këtë parti? Këtë thoni ju, por nuk e mendoj unë një gjë të tillë. Që? Atë që thoni ju, që përfaqësoni të njëjtën elektoral, jemi kështu... Okej, po cili është mendimi juaj për parti? Nuk konvergojmë në asnjë gjë, nuk kam asnjë mendim, mendoj që zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk kanë shans këto parti që vinë me forma të ndryshme për të marrë mandat. Unë kam pas kriju parti timen dhe unë jam krenare për atë pjesë sepse kam pas kurajun edhe sot koha më ka lanë të drejtë për atë betejë që kam bërë në raport me udhëheqjen asaj kohe të opozitës. Po të njëjtin diskur ka pasur Partia Demokratike dhe ndaj jush. Marroj me qenë se kam eksperiencë personale. Jo, dakor, po një qëndrim, të njëjtin qëndrim, mund ta mohë që tha zoti Bardi tani. E ka thënë dhe për ju Partia Demokratike para disa vitesh. Sistemi, qoftë madje ju ka akuzuar që i keni dhënë me qëra. Madje ju ka akuzuar që i keni dhënë me qëra, keni marrë, më saktë Osheja ka marrë me qëra për jush, pronat tuaja në Shkodër, për le të themi ishte një faturë që zoti Rama e po i paguante për ju, me që ishit parti e vogël atëherë. Cili është mendimi juaj për të njëjtin diskur? Po ishte parti e re që po bënte një përpjekje për të largu kryetarin opozistë të asaj kohe që kontrollohej nga Edi Rama. Dakor? Dhe koha ka dhënë të drejtë, prandaj po ta them se e di unë më mirë se ju dhe kushdo tjetër, se sa e drejt ishte ajo përpjekje, pavarësisht se e vështirë dhe kërkonte kuraju,
por të tërheq vëmendjen, pavarësisht nga vedia që kishe që partitë e reja për 3 muaj nuk bëjnë asgjë. Dhe ka qenë gjëja më mirë që mund të bëhe. Por, duke u kthy tek diaspora, zoti Fevziu, ka një koncept për emigracionin dhe është një koncept tjetër për dëbimin që i bëhet qytetarëve. Emigracion ka pas në Shqipëri në periudhat ndryshme. Në periudhën e perandorisë turke, kur janë larguar nga okupacioni turk. Ka pas emigracion kohën e luftës dytë botërore. Ka pas emigracion kur janë ndryshuar regjime. Por, që të largohen 1 milion shqiptar për 12 vite, kjo e ka emrin dëbim. 1 milion për 12 vite është thoni ju, mund dali Rama thot janë kthyer 5 milion për. Po sepse nuk ndodh proporcionalisht me një vend, në asnjë vend të botës, që të largohen 1 milion shqiptar për 10 vite apo për 12 vite. Dhe pikrisht kjo politikë e largimit, 1 milion shqiptar për një vit, 92-shin. Kthehet, 91-92. prandaj është një tsunam zarfësh që po kthehen, dhe unë uroj që mos të pengohen në periudhën në ditët e fundit. Unë uroj tjetë Shuzen Topalli, po kam frikë se mund tjetë një autogol i opozitës vota e diasporës për të cilën insistoj. Në fakt është kundërta. Dhe tani se influencojmë se zarfet kanë ardhur, mund të ndodhte një gjë. Por në qoftë se ndodhe kundërta, çfarë përgjegjësie do mbani ju që keni kërkuar votë? Unë po i bëj pyetje ndryshe. E para sepse është një drejtë e tyre. E dyta, ja të bëj pyetje. Në qoftë se ty të dëbojnë nga shtëpia, ty masi të kanë dëbu nga shtëpia, shkon dhe voton atë që të ka përzën nga shtëpia,